Regjizori iranian Jafar Panahi, 65 vjeç, pasi fitoi çmimin Palma e Artë, njëkohësisht dhe çmimin kryesor të festivalit të filmit në Cannes për këtë vit. It was just an accident, ishte filmi I shumë folur dhe I vlerësuar, është dënuar në vendin e tij të lindjes në Iran me 1 vit burg për aktivitet propagandistik. Dënimi përfshin një ndalim 2 vjeçar për të larguar nga Irani dhe ndalimin e Panahit nga antarësimi në ndonjë grup politik ose shoqëror të vendit, sipas edhe avokatit të tij, duke shtuar se ata do të paraqesin një apel. Avokati tha se akuzat kundër regjizorit iranian ishin të lidhura me aktivitete propagandistike kundër shtetit, por nuk dha hollësi të mëtejshme, ndërkohë që regjizori iranian patjetër është jashtë Iranit. 65 vjeçari fitoi çmimin kryesor të festivalit filmit në Cannes këtë vit për filmin It was just an accident, I cili fliste për 5 ish të burgosur që mendojnë se duhet hakmerren dhe një burri që ata besojnë se ishte ish shojtari I tyre I burgut. Muajin e kaluar ai ishte në një turne në Shtetet e Bashkuara duke vizituar Los Angeles, New York dhe Colorado për të promovuar filmin e tij të fundit që shpreson të fitojë një çmim Oscar në galan që do zhvillohet vitin tjetër. Filmi është përzgjedhur nga Franca si nominimi zyrtar për çmimet e Akademisë dhe pritet gjerësisht të hyjë në listën e ngushtë për filmin më të mirë ndërkombëtar në eventin që zhvillohet në mars 2026. Fitoria e Panahit në Cannes u raportua fillimisht nga mediat iraniane plot krenari, mirë po pas edhe shfaqjes edhe kuptimit të tij, ai u dënua për propagandë kundër sistemit. Rikujtojmë se në vitin 2010 Panahi u ndalua të bënte filma dhe të largohej në fakt nga Irani, u kërkua pasi mbështeti protestat masive antiqeveritare një vit më parë në 2009 dhe bëri një seri filmash që kritikonin gjendjen e Iranit modern dhe u dënua me 6 vite burg, por kaloi vetëm 2 pas hekurave përpara se të lirojë me kusht. Është arrestuar më parë edhe për pjesëmarrje në protestat ndryshme të vendit, si në vitin 2022, protestat cilët ishin udhëhequr dhe realizuar nga regjizorët iranian. Për të folur për një tjetër seancë gjyqësore, e cila po zhvillohet në New York, në kuadër të akuzave ndaj Luigi Mangione, 27 vjeçari I cili është I dyshuar I kryesor për vrasjen e Brian Thompson një vit më parë në Manhattan, ende sot e kësaj dite diskutohet një ndër rastet më shokuese, por njëkohësisht dhe polarizuese. Luigi Mangione një ditë më parë doli për të parë në seancë gjyqësore, gjithashtu prezant fizikisht, ku avokatët e tij mbrojtës kërkonin që të hidhnin poshtë provat si ditari I tij dhe arma që u gjet në çantën e shpinës, pasi duke argumentuar dhe qëndrimin e tyre, vetë oficerët e policisë që bën të mundur dhe arrestimin fillestar të Luigi Mangione nuk kishin një urdhër për të kontrolluar çantën e 27 vjeçarit dhe përpasoj këto prova nuk duhet të merren parasysh në gjyqin federal, por edhe në atë penal. Mirë po, Luigi Mangione në salën e gjyqit pa për herë të parë pamje ekskluzive nga vendi I ngjarjes, nga skena e krimit, ku dyshohet vetë Luigi Mangione ka shkrepur dhe armën në drejtim të Brian Thompson, që është drejtuesi ekzekutiv I kompanisë shëndetësore United Healthcare, I cili u nda nga jeta në moment pas edhe sulmit të vdekjeprurës, dhe pamjet të cilat vijnë nga McDonald's në Pennsylvania, ku realizua dhe arrestimi I Luigi Mangione. Dëgjoj gjithashtu në salën e gjyqit sipas raportimeve nga vetë mediat prezente në të telefonata e menaxheres së këtij restoranti McDonald's drejt policisë, ku sipas detajeve të shpërndara ishin vetullat karakteristike të Luigi Mangione, të cilët e bën menaxherin besonte se ishte personazhi që kishte parë të shpalosur në të gjitha mediat amerikane, pasi Luigi Mangione ishte në kërkim disa ditor në dhjetor 2024 përpara edhe se të arrestohej. Menaxheria dëgjohet teksa flet me policinë dhe diskuton se mendojnë, ajo vetë shpreh se mendoj se është Luigi Mangione, duhet vini dhe të arrestoni. Ishte le të themi vakti I fundit I lirisë I Mangione. Ai u pa teksa mbante stilolapsi në dorë dhe shihte drejt edhe videove me një shikim stoik dhe mjaft I përqëndruar në pamjet e transmetuara për herë të parë për të gjithë antarët e gjyqit ditës së hënë.
Do qëndrojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku presidenti është nënshtruar një kontrollit plot mjekësor rutinë, si edhe një rezonance magnetike rezultatet e të cilave tashmë janë publike. Sipas mjekut të Shtëpisë së Bardhë, Donald Trump nuk ka probleme kardiovaskulare, përkundrazi gëzon shëndet të plot. Këto rezultate edhe mposhtë dyshimet për ngushtim arterial apo anomali zemre, të cilat nisën pas publikimit të disa imazheve të dorës Donald Trump të lyer me fondatin. Mjeku i Shtëpisë së Bardhë tha se Donald Trump është në gjendje të shkëlqyer shëndetësore pasi u nënshtrua një kontrolli të plotë mjekësor dhe një rezonance magnetike. Sean Barbabella tha se rezonanca e avancuar e zemrës dhe barkut e presidentit 79 vjeçar është krejtësisht normale. Në raportin e tij, mjeku shkroi se presidenti u nënshtrua rezonancës magnetike gjatë një vizite mjekësore në tetor, sepse burrat e grup moshës së tij përfitojnë nga vlerësimi i plotë i shëndetit kardiovaskular dhe të barkut. Publikimi i rezultateve erdhi pasi demokratët, por jo vetëm, hodhën dyshime mbi gjendjen shëndetësore të Trump. Barbella shkroi në raport se nuk kishte prova të ngushtimit arterial që dëmton rrjedhjen e gjakut ose anomali në zemrën ose enët kryesore të Trump. Mjeku shtoi se në përgjithësi sistemi kardiovaskular i Trump tregon shëndet të shkëlqyer. Shtëpia e Bardhë më parë kishte refuzuar të shpjegonte pse Trump bëri një rezonancë gjatë një ekzaminimi fizik në tetor ose të thoshte se cila pjesë e trupit të tij u skanua. Kur u pyet nga një gazetar se për cilën pjesë të trupit ju nënshtrua rezonancës, Trump tha se nuk ja kishte iden. Mjeku i Shtëpisë së Bardhë tha se qëllimi i rezonancës magnetike ishte parandalues për të identifikuar problemet herët. Në Shtëpinë e Bardhë, përveç informacioneve shumë të rëndësishme dhe pikave shumë të diskutuara, të cilat vendosen në zyrën ovale dhe në sahat kryesore të saj, gjithashtu ka edhe dekorime që bëhen në fakt edhe kryefjale mediave amerikane për shkak të interesit dhe argëtimit që ato sjellin. Është zonja e parë Melania Trump, e cila ka detyrën për dekoruar Shtëpinë e Bardhë në kuadër edhe themi të përgjegjësive që një zonjë e parë ka në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe këtë vit tematika është shtëpia është aty ku është zemra. Dekori përkiste 250 vjetorit të nënshkrimit të deklaratës së pavarësisë dhe themelimit të Shteteve të Bashkuara, disa dhjetra dekorues vullnetar nga gjithë vendi ndihmuan në zbukurimin e sallave të residencës ekzekutive me 75 kurora, 51 pemë krishtlindjesh, më shumë se 213 metra kurora lulesh, më shumë se 2000 fije dritash dhe 7620 metra shirit, mbi 2800 yje të artë dhe 10.000 flutura të shpërndara në sallat kryesore të Shtëpisë së Bardhë. Patjetër që këtë vit gjërat janë ndryshe pasi presidenti amerikan zgjodhi që të shembi edhe krahun lindor në mënyrë që ta rikonstruktojë atë dhe ta kthej në një sallë të jashtëzakonshme gala apo një sallë ballosh, një ballroom, siç është edhe në gjuhën angleze fjala. Pema zyrtare e krishtlindjeve në Shtëpinë e Bardhë është gjithmonë ekspozuar në dhomën blu dhe këtë vit në fakt nderon edhe familjet me yllin e artë, ato që humbën një antar gjatë shërbimit ushtarak aktiv. Është një element në krahun lindor dhe para që vizitorët hasin pasi hyjnë për ato dyrë, e cila në fakt tashmë ndryshon pas edhe shëmbjes në tetor si pjesë e planit të sallës së vallëzimit. Vizitat do të jenë përgjatë ditës të hapura për turistët, vizitorët, kushdo që është interesuar në fakt që të shohë edhe dekorimet e krishtlindjeve të përzgjedhura nga zonja e parë Melania Trump, që do doja të rikujtoja se në mandatin e parë të presidentit amerikan ishte skandali, le të themi, i parë që mbante emrin e saj, pasi një ish këshilltare dhe mikesha afërt e Melania Trump publikoi në mediat amerikane disa biseda telefonike ku Melania Trump shprehte zemërimin sepse duhet fokusohej kaq shumë në dekorimet e krishtlindjeve dhe pse i kërkoi kjo punë kaq shumë në një kohë kur Melania Trump sulmohej për vendimin e bashkëshortit saj, presidentit Donald Trump i 45 në atë kohë, për ngritjen e murit në kufi me Meksikën dhe ndarjen e familjeve ku fëmijët e mitur raportohej se qëndronin në Shtetet e Bashkuara pasi prindrit e tyre emigrant duhet të deportoheshin drejt edhe vendeve të tyre të lindjes që ishin pikërisht në Amerikën Latine. Ndërkohë, në Belgjik, në Bruxelles, në anë të pemës së madhe të shfaqur në sheshin Grand Palace pikërisht të Bruxellit, është inskenuar lindja e Krishtit, ashtu si ndodh çdo vit në, le të themi, kryeqytetet e botës të kontinentit evropian, pasi kanë pikërisht edhe këtë stil edhe në bazë edhe të historisë, religionit edhe traditave. Është, le të themi, skena e lindjes së Krishtit, e cila është realizuar nga një artiste belge që ka zgjedhur që të mos vendos
fytyra në statujat apo le të themi rekvizitat e skenës së lindjes së Krishtit, por t'i zëvendësoj fytyrat me topa me ngjyra. Është një zgjedhje artistike e cila është kontestuar dhe kritikuar shumë në rrjetet sociale. Madje ka pasur dhe politikan, kreu i Partisë Frankofone Qendrës së Djathtë, i cili ka deklaruar se këto figura pa fytyrë duken më shumë si një omazh për zombit që gjenden pranë stacioneve të trenit në Bruksel, sesa një skenë lindjeje dhe në asnjë mënyrë nuk përfaqëson frymën e Krishtlindjeve, por vetë zëvendës drejtoresha e Brussels Major Events e ka mbështetur zgjedhjen e artistes duke deklaruar se i lejon të gjithë të projektojnë vetëm, përdorimi i pëlhurave i jep hapësirë imagjinatës. Por përtej kritikave ka pasur edhe të tjera incidente pasi Krishti i vogël i cili qëndron ashtu siç edhe skena e lindjes Krishtit e do, është vjedhur për herë të parë, është grabitur për herë të parë nga vendi në shesh ku qëndron dhe është dashur që të zëvendësohet menjëherë. Në Pesaro të Italisë ka të tjera problematika, të tjera kritika dhe ofendime që vinë pikërisht edhe në ndaj familjes së të ndjerit Pavarotti. Në qytetin e Pesaro qëndron në fakt një statuj prej vitesh tashmë e të ndjerit Pavarotti, e veja e këngëtarit Nicoletta Mantovani, i tha mediave lokale se ishte mjaft e zemëruar dhe e mërzitur, pasi statuja e këngëtarit të ndjer ishte brenda një piste akulli për Krishtlindje. Pra aty ku qëndron statuja, është ndërtuar një pistë akulli ku supozohet që të bëhet edhe patinazh. Sipas të vesë Pavarottit, pista në fakt është tallje për bashortin e saj të ndjerë dhe nuk e imagjinonte se si kryebashkiaku e ka ndërmarrë këtë vendim. Deri më tani kryebashkiaku italian i Pesaros ka kërkuar falje familjes së yllit operas Luciano Pavarotti. Pista e përkohshme e akullit u ndërtua në qendër të sheshit të qytetit, duke lënë statujen e Pavarottit të zhytur deri në gjuhën e akull dhe të rrethuar me mure prej plexiglas. Në përgjigje, kryebashkiaku Andrea Biancani tha se nuk kishte ndërmend të ofendonte askënd dhe pranoi se Këshilli kishte bërë një gabim. Një vendim absurd dhe i ekzekutuar dobët, deklaron në fakt edhe familja e të ndjerit Pavarotti. Rikujtojmë se çifti Pavarotti kalonte shpesh pushimet në Pesaro, ku kishte një vilë dhe madje vetë Luciano Pavarotti ishte qytetar nderi. Rikujtojmë në fakt se performanca e fundit e të ndjerit ishte në hapjen e lojrave olimpike dimërore në Torino në shkurt 2006. Ai vdiq vitin pas ardhës në moshën 71 vjeçare pasi u diagnostikua me kancer në pankreas. Pavarotti la pas 4 vajza nga 2 martesat e tij. Mantovani ishte gruaja e tij e dytë.